Veshjet popullore shqiptare janë prezantuar në pikturë përmes një ekspozite të çelur në Galerinë Gurimadhi në qytetin e Korçës. Autori Xhevdet Spahia nga Peja e Kosovës ka zgjedhur ditën e flamurit për t'u prezantuar në Korçë me këtë ekspozitë, me motive të etnografisë, mitologjisë, historisë dhe arkitekturës tradicionale nga gjithë Shqipëria. Ekspozitën e kom titullu Retrospektive. E kur retrospektive do më thoni përsëriti piktura që i kom punu gjatë viteve. Punimet të llojeve të ndryshme dhe me influencim qysh më vjen. Ndonjëherë lexoj diçka dhe mendoj për atë, mandej është i fantazinë në lëvizje edhe më dalin figurat. Përmes kësaj ekspozite, autori na prezanton kronologjikisht periudhat më të rëndësishme historike, duke nisur nga ajo e ilirëve, na prezanton me besimet mitologjike, por edhe me historinë, përmes personaliteteve më të ndritshëm të kombit, të cilët kanë kontribuar për çështjen kombëtare. Në këto punime dominon fryma ekspresive, struktura koloristike me një forcë e energji krijuese që e çon veprën e autorit në nivele të larta artistike.